Zullumi brina nuk ka, zullum. Qikës mja në hisën është haram, po është drejta e mos me marrë. Do të më eduku prindi fëmijët, na jena musliman. Kurani është shumë i qartë. Nuk ka në Koran diçka po besoj, diçka s'po besoj. Në Koran, a është Koran trashëgimi e caktuar? Po, një djalë merr sa dy çika. Se nanës tanë Allah të zoftë na, ka thë hoxha Allah të zoftë. Hisë që më ka dhënë Allahu, ta jap, s'ka kush ta nal. E tani unë marra se marr, është çështja jemja. Nana është mirë me thonë, djemve, nëse ka 3 djema, sa thaj ka, thonë djemë të mi, motorën pa hise më s'malene. Motorën e ju, dhe më thonë që i kene kësa, më s'malene pa hise, e kene një motor, dhe 2 mi pas. Nëse pretend mi adhonë hisen që ka këto, për shambull toke në banese në shpinë, e kam pënzanin pare, po gjithërën pajtimin e sajna. Po dhe qikës me thonë, bia jem të hisa ta kanë, nuk kem të drejtë me të ndalu, as me thonë më se mërë. Por nëse shëtullës, të jepin djemë pare, ta kompenzojnë. Ose marisën tonë për javë shatë laznive tani, që ti që ka interes ma shumë, edhe i mërë paret. Nëse ta vesh nuk dojmë e pa motrën nga të ty. Kështë që me bënë do një kompromis bënë, por nuk bënë motrën mi ndalu e hisen. Nuk bënë se ka dhonë Allahu. Ka dhonë Allahu. E aja mërë se mërë që është e sajna, po jo mi bu presion. Nuk në regull ke punë qika tona me shku të burat e vetë, më bo bia, më bo nanë, më bo gjyshe, të baba vlaznit milioner atje, e ke të burat që ndoshta menze që një jetë bo ka pa mytë të punu. Pse më se më përfitohu kje pe hisës babes? Ma shumë sa kaqë, ka qika, sa të duhë, të cilat kanë punu shumë se djemët. Sepse kanë qëllur të më dhaut, ose kanë herë djallë është e hasretit, ta në qika që në kalla blak, e gjuhën qikave. Të madhes, të vogles, kejtë të pënojnë, a i në mes, a i veç zëtnijaj, a i se pashërnan, i ledhat unë i përgdhelën, kështu që këtë e ndërmu të pënu të baba, ta shkojnë i marrin burat atje, në i dare mesatare se të ledht, dhe vlane kanë bo milioner bashkë me babën, ka lanë Saraj me tu në palat, dhe krej i mërë vlau, dhe të rritë njëra, si thëtë motrave, e ato me dur bash, shkojnë të burat e vetë, edhe plakën e vdesin, pa marë sen për i babës të vetë. është drejtë kja, zullumi, brina nuk ka, zullum. Qikës mja në alhisën është haram, po është drejta e mos me marë. Qëka të letë për? Ose me thonë, mi jep një pare. Ose më në hisën të emë, ta në një jep shes kujna du për ju, ose kush do më blej. Sepse hisë e emja. Edhe ka që, nuk ka këtu më hatrua s'ka kur që. Do të më eduku prindi fmit. Se kojta nuk ka fund. Pra nëse një djalit, i len pasënin edhe qikave, hisën e qikave, hisën e djemve tjerë. Krejtin e jep. A ngihet këja? Pytja, a ngihet kjo? Këti me dhanët vëdlasnive, të mëgjellarve, të katonit, të shtetit, kjo halemer. Me dhanë këtë Kosovën e mërë, e lypë në Serbinë, dhe në tonë në Hungarië, dhe përpje që kanë deri në Norvegjia, e Rusie, s'na të kërkon. Qështu është nefësi? Po dhe me duku më thonë, o vlatë e mi, na jena musliman. Koran është shumë i qartë. Nuk ka në Koran, diçka po besoj, diçka s'po besoj. Në Koran, a është Koran të rashëgimia caktuar? Po, me Korana. O le dhekeri mithlu hadhil unthayayn. Një djali merr sa 2 qika. Tamam, nëse në 4 are e barë, 2 are i merr djali. Nëse në djali. 2 are e ndojnë qikat, ka 1 are. Dhe të 2 aret e morën qikat, një ka 1 are të 2-at. Po 2 are i morë djali atje. Sepse një djali ka sa 2 qika hise. Bëllë ka dhënë Zot, a këtë mja dhona? A këtë mja dhona e qikave? Kështu që nuk kanë rregull kjo punë.